Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një recetë shumë të thjeshtë që mund ta gatuani për drekë ose për darkë, qofte me salcë të bardhë. Është një recetë që përgatitet në fare pak minuta dhe me shumë pak përbërës. Në fillim, për përgatitjen e kësaj recete, do të përgatisim qoftet. Për përgatitjen e qofteve, unë kam përdorur 300 gram mish të grirë. Tek mishi i grirë kam shtuar edhe krip, piper të zi, pak piper të kuq, pak plur, hudhër. Jeni të lirë të shtoni erëzat tuaja të preferuara. Më pas, mishin e grirë e punoj me duar. Edhe kur mishin e grirë e keni gati, në fund do të formoni qofte të vogla ose sipas madhësisë që doni. Pasi përfundoni qoftet së përgatituri, i kalojmë në një tigan ku kemi shtuar pak vaj ose gjalp dhe do t'i lëmë qoftet që të skuqen nga të gjitha anët. Dhe kur qoftet i keni gati, tani i largojmë nga tigani dhe në të njëjtin tigan ku kemi skuqur qoftet, do të shtojmë një lugë gjysmë gjelle me miell. E kaudisi miellin për disa minuta, për rreth 1 ose 2 minuta në zjarr mesatar, kujdes të mos e djegi miellin, pra na duhet vetëm sa të largohet pak aroma e miellit dhe të marrë pak fare ngjyrë të artë. Dhe në këtë pikë, në tigan do të shtojmë edhe hudhrat, mund të shtoni sipas dëshirës dhe shijeve tuaja. Gjithashtu, unë për përgatitjen e kësaj recete përdor edhe një lugë gjelle me mustardë. Kjo është në dëshirën tuaj, por më besoni që jep një shije shumë të mirë kësaj recete. I trazojmë të gjithë përbërësit së bashku dhe më pas do të shtojmë tek tigani edhe një gotë plot me qumësht të ftohtë. Në këtë rast, gota që kam përdorur është 250 ml. I trazojmë të gjithë përbërësit së bashku duke formuar një salcë, por keni kujdes që të trazoni me kujdes të gjitha kokrizat e miellit. Mund të shtoni krip sipas shijeve tuaja. Mund të përdorni edhe lëng limoni nëse doni. Gjithashtu, për t'i dhënë një aromë pak më të veçantë kësaj recete, kam përdorur edhe pak arë muskat. Kjo është në dëshirën tuaj. Nëse nuk doni të përdorni arë muskat, mund të përdorni vetëm piper të zi ose pak piper të bardhë. Tani salcën e përgatitur do ta lëmë që të marrë val për të paktën 3 deri në 4 minuta në zjarr mesatar, ose derisa të shikoni që salca ka filluar të marrë val dhe në këtë pikë do të shtojmë në tigan edhe qoftet që keni përgatitur. Tani lëngun me qofte do ta lëmë që të marrë val për të paktën 5 ose 7 minuta të tjera në zjarr mesatar, ose derisa të shikoni që edhe lëngu ka trashësinë që duhet. Pra është bërë lidhja siç duhet e qofteve me lëngun. Kur mendoni që lëngu është gati, mund ta hiqni nga zjarri dhe ta servirni për familjen tuaj. Siç u thash, është një recetë shumë e thjeshtë, një recetë praktike me pak përbërës, ju duhen shumë pak minuta, por në fund më besoni që ka një shije fantastike. Ju solla një ide paksa ndryshe që mund ta përgatisni për drekë ose për darkë për familjen tuaj. Shpresoj shumë që kjo recetë t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si të ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si të shtypni zilën e vogël anash kanalit,
në mënyrë të njoftoheni se në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.